Nëna e tij ka vetëm një dëshirë, që i biri të hap derën dhe ta shoh përsëri në shtëpi, ta përqafoj fort për sa kohë që ajo të jetë gjallë. Kjo është dëshira e mamas së Hashim Thachit, teksa i biri prej vitesh ndodhet në qelit e paraburgimit në Hag. Për të lehtësuar sadopak dhimbjen vjerrës, nusja e Hashimit së bashku me djalin e saj kanë shkuar për të jetuar tek shtëpia e mamas së Hashimit. Edhe ditëlindja e 58 ish presidentin e gjeti pas hekurave, pa patur mundësi të festoj me familjen e tij. Megjithatë, burime pranë familjes Thaçi janë shprehur se në këtë ditë kaq të veçantë, lumnia, bashkëshortja e ish presidentit, ka vendosur për të takuar atë në Hag. Prezenca e saj në një ditë kaq të veçantë për Hashimin ka qenë shumë surprizuese, por ajo që e ka prekur pa mas ka qenë kartolina e dedikimit me fjalë zemre drejtuar Hashimit, ku i tregon dashurinë dhe mbështetjen që ajo vijon ta ketë për bashkëshortin e saj, dhe këtë dashuri nuk e ka zbehur as largësia dhe as hekurat e burgut. Dy zemra din të jenë pra njëra tjetrës, edhe në mijëra kilometra largësi. Shpresojmë që vitin tjetër, ditëlindjen tënde, ta festojmë së bashku në familje, është shprehur e përlotur gruaja e Hashim Thachit.